patjetër që kam gjetë të debat, patjetër që patjetër unë shkruaj luftë sot, por edhe 2 standardizime apo 7 standardizime që ka kryeministri. Po të marr rastin për ta filluar, rastin e ish kryetarit të Bashkisë Lushnjë, i cili u arrestua nga Spaku. Kryeministri Rama shkarkoi më njëherë, nuk priti të kishte s'kishte vendim formës prerë, nuk ishte i dënuar, por arrestua nga Spaku në kuadër të hetime që ata kishin ndaj tij. Pra, më pas pati proces gjyqësor etj. Por kryeministri nuk priti se tha të gjithë çfarë kanë problematike do vënë në burg dhe do të përgjigjen pra ato mollët e fishmëra apo kurrizit. Kështu që ky ishte standardi ndjekur fillimisht prej tij, kurse për të tjerët kemi rastin e Rrogozhinës, në cilën kemi dhe vendim shkallës parë. Unë jam dakord si jurist, nuk më lejon të them që ka një vendim formës prerë, por nga ana tjetër flas për standardin e ndjekur nga kryeministri ose nga qeveria në lidhje me këto ajdutët e vet. E dyta, kemi rastin e Belerit, nëse zoti Velia sot vazhdon firmos nga qelia, atëherë mund të kishte bërë dhe një ai betohem me shkres nga burgu dhe kishte marrë mandatin e kryetarit të Bashkisë Himarës, nëse mbani mend për rastin Belerit. Kështu që për mua ka shumë nga këta që janë të arrestuar sot, shumë nga këta që i ka kaluar çështja për gjyq, për gjykim, që do të thotë që prokuroria i ka larë duar në sfundi dhe për prokurorinë pavarësisht ata i konstaton si fajtor, pra si shkelës ligjit, e pas të përgjigjen para ligjit, pra para gjykatës, pavarësisht vendimit formës prerë, por më shqetëson standardi që ata mbajnë ose luftat që ndodh brenda tyre, apo pesha që kërkon të japi për një kryetar të caktuar apo jo. Pra, kur është pro Ramës, kur është afër tij, kur është ajduti i tij i licencuar prej tij, ai do të shkojë në burg dhe do vazhdojë të qëndrojë, pra vazhdon merr dënime një pas një, edhe vazhdon jetën e tij për bukuri në krye të bashkisë, kurse për të tjerë që ai nuk i konsideron ose i quan të vegjël, i shkarkon. Pra, kjo është standardi që nuk ka logjik në politikë, pra nuk krijohet sot, duhet kishte ndoshta një vendim unifikues apo diçka tjetër për të standardizuar pjesën e qeverisë, që cila në këtë rast merr vendime për shkarkim kryetarësh.